Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka dalë me një njoftim të rëndësishëm në lidhje me vizat për Kupën e Botës 2026, e cila do të luhet në SBA, Kanada dhe Meksik. Në njoftimin në rrjetet sociale, Ambasada e SBA-s ka njoftuar se Amerika po mundson udhëtime të sigurta dhe të mbrojtura për të gjithë sportdashësit ndërkombëtar që dëshirojnë të udhëtojnë drejt SBA-s për të ndjekur Kupën e Botës FIFA 2026. Ambasada u ka bërë thirrje të gjithë udhëtarëve që kanë nevojë për vizë që të aplikojnë sa më herët. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të mirëpresin tifozët ndërkombëtar dhe inkurajojmë të gjithë ata që kanë nevojë për vizë amerikane ta aplikojnë tani, thuhet në këtë deklaratë. Kupa e Botës 2026 do të zhvillohet në SBA, Kanada dhe Meksik, një eveniment që pritet me shumë interes dhe se prioritet do të ketë një rritje të kërkesës për viza turistike edhe nga vendet e tjera. Kombëtarja e Shqipërisë u pozicionua në shtegun B në play-offin e Kupës së Botës 2026. Polonia do të jetë përballë kuqezinjve në gjysmëfinale në ndeshjen që do të luhet në Varshavë, ndërsa nëse arrin në finale, kombëtarja e drejtuar nga Silvinjo do të përballet me një nga Ukraina ose Suedia. Por sa janë shanset e Shqipërisë për të avancuar përtej play-offit deri në botëror? Sipas Football Meets Data, një faqe e specializuar në statistikat e futbollit, kuqezinjt kanë 32% shanse për të shkuar në finalen e play-offit dhe 12% për kualifikimin e mëtejshëm në botëror. Ukraina është më e avantazhuara për të arritur e para finalen e play-offit me 70%, pas tyre janë polakët me 68%, shqiptarët 32% dhe suedezët me 30%. Për sa i përket kalimit në Kupën e Botës 2026, Ukraina është sërish në krye me 42% shanse, Polonia e dyta me 31%, Suedia ka 14% dhe në fund janë kuqezinjt me 12% shanse. Kujtojmë se gjysmëfinalet e play-offit do të zhvillohen më 26 mars 2026 dhe 5 ditë më pas do të zhvillohen finalet. Kupa e Botës 2026 do të mbahet në SBA, Kanada, Meksik nga 11 qershori deri më 19 korrik. Kombëtarja shqiptare ka njohur rrugtimin e saj në play-off të botrorit 2026, ku në gjysmëfinale më 26 mars do të luajë kundër Polonisë në transfer dhe pastaj në finale mundshme më 31 mars do të ndeshet si udhëtuese me fituesen e çiftit Ukrainë-Suedi, dhe kjo ka prodhuar një situatë shumë të çuditshme. Ukraina që nga fillimi i luftës me Rusin nuk luan ndeshjet si pritse në vendin e saj, por zhvillon ata në Poloni, e cila ka hapur stadiumet për mbështetësit Ukrainas. Nëse ajo nuk gjen një vend tjetër për të zhvilluar ndeshjet si pritse, krijohet një situatë paradoksale. Kjo pasi Ukraina do të jetë pritse ndaj Suedisë në Poloni, por edhe ndaj vetë Polonisë nëse shkon në finale, gjë që do të ishte praktikisht absurde. Ndaj Shqipërisë mund të jetë detyruar që të luajë të dyja ndeshjet e saj të muajit mars në Poloni, fillimisht ndaj vendasve, e të dyta ndaj Ukrainës, duke shpresuar që të jetë finalja e mundshme drejt botrorit, e jo miqësorja pa vlerë që FIFA detyron skuadrat hundëse të luajnë me njëra tjetrën. Kapiteni i Slovakisë Milan Skriniar është prononcuar për websajtin zyrtar të kombëtarjes për shortin e hedhur në zyri të Zvicrës, i cili e vendosi Kosovën si kundërshtar të tyre. Ish futbollisti i Interit e vlerësoi shumë në kampanjën kualifikuese të Kosovës, duke thënë se për ta do të jetë një kundërshtar mjaft i vështirë. Tutja i tha se shpreson që fakti se do të luajnë të ndeshje si vendas do të jetë një avantazh për të dhe shokët e skuadrës, duke u mbështetur në përkrahjen masovike të tifozëve. Nga të gjithë 4 kundërshtarët ka qenë e vështirë të gjejmë një ekip me më pak kualitet, të gjithë janë ekipe të balancuar. Kosova ka bërë kualifikime të shkëlqyera dhe nuk do ta kemi të lehtë. Ambienti në shtëpi patyshim se do të jetë avantazh, me stadiumin në mbushur plot, ne do të japim 100% nga vetja dhe do të përjetojmë mbrëmje magjike bashkë me tifozët tanë. Do të shkojmë afër arritjes së synimit të madh që kemi. Shihemi në mars, ka deklaruar Skriniar. Më 26 mars, kombëtarja polake do të përballet me Shqipërinë në gjysmëfinalen e fazës eliminatore për të siguruar një vend në Kupën e Botës që do zhvillohet vitin e ardhshëm në SBA, Kanada dhe Meksik. Nëse fiton, do të përballet me të fituesin e ndeshjes Ukrainë-Suedi në finale për një vend në Kupën e Botës. Ish kapiteni i kombëtares polake, Jacek Bak, beson se do të fitojnë kundër Shqipërisë dhe do të preferonte në finale Suedin. A nuk duhet të fitojmë kundër Shqipërisë në shtëpi? Pa egzagerim. Pastaj kemi Suedin ose Ukrainën, dhe mendoj se do të preferoja Suedin.
dhe Ukrainën vetëm nëse ndeshja do të luajë në Poloni. Nëse do të donim, jam i sigurt se shoqata polake e futbollit do të ishte dakord. Megjithatë, ja vlen të përmendet se nëse na duhet të shkojmë në Suedi, sigurisht që nuk do të jetë lehtë. Suedezët do të duam të kompensojnë humbjen e tyre në finalen e play-offit para kampionatit të mëparshëm, thot Bak. Shqipëria, pse duhet kemi frikë? Ne luajtëm në kushte të barabarta me Holandën, por kemi frikë kundër Shqipërisë ose Saudisë? E kuptoj që kjo nuk do të jetë një ndeshje e lehtë. Nëse dikush pret një të tillë, duhet të korrigjohet më njëherë. Do të shtyjmë, do të luftojmë dhe do të vendosim kushte të vështira, por nuk mund ta imagjinoj që të mos fitojmë. Shqipëria të mos gënjejmë veten. Siç thot Urbani, ne jemi favorit dhe supozohet të fitojmë këtë ndeshje, thekson Bak.